Hello! Në momentin që flasim, është ora 10:06 minuta, data 26 janar. Kanali im është hakuar, është hakeruar, si thuhet, dhe është mbyllu, nuk ekziston më. Më ndodhi e njëjta gjë siç ndodhi edhe Reas para një muaji. Ja bëra vetes në fakt sepse më kishte ardhur një email për bashkëpunim. Jo tani video që kjo është ashtu se YouTube kanalin një. Ja, është e vetëm. Ja. Gel öpeyim yüzümle gel. Gel öpeyim gel. Gel öpeyim. Dur video çekiyorum. Unë nuk e di nëse këtë video do ta postoj në njëra apo jo, nëse do të marr kanalin mbrapsht. Po gjithsesi po mundohem. Më kishte ardhur një email bashkëpunimi. Ishte një website që bënte lidhjen midis influencerave edhe brandeve të ndryshme. Edhe thoshte nuk ishte as link asgjë për të klikuar, edhe unë zakonisht këto nuk i klikoj edhe sikur të ketë. E bëra screenshot emailin, ja dërgova chatit, dhe chati më tha që është tamam, domethënë mund t'i besosh se ekziston vërtet. Edhe unë thash, okay, nuk po merrem fare me emailin, po futem direkt te website-i dhe po aplikoj aty. Dhe u futa aplikova dhe aty kërkonte emrin e kanalit, edhe ca pyetje tjera që si më mend tani. Edhe në fund fare thoshte, je kjo ti, domethënë është ky kanali jot, dhe ishte figura e kanalit tim dhe fotografia. Dhe unë klikova po dhe aty thoshte verifiko për të vazhduar më tej. Dhe unë klikova verifiko dhe më doli që duhet të bëja login nga adresa emailit bashkë me password. Që në fakt, që në fillim fare nuk duhet ta kisha bërë, nuk duhet nuk e di se si dreqin më vajti mendja që të logohesha. Nuk e di. Se unë zakonisht ruhem nga këto, kam kaq vite që më vinë mesazhe të tjera, emaile të tilla. E tentova 3 herë madje, sepse nuk po shkoja më te hapi radhës. Dhe pas herës së tretë të katërt, nëse më mirë, e mendova që okay, ndoshta përderisa nuk po vazhdon akoma, i bie që po tentojnë të ma bjedhin kanalin. Dhe e lash, e mbylla. Shkoj në palestër, mbaroj palestrën dhe isha duke pritur të mbaronte emreja. Ulem te karrigi aty te korridori, te recepcioni. Dhe hap atë YouTube Studio që të ktheja përgjigje komenteve që më kishin ngelur pa kthyer. Dhe direkt sa e hapa atje thoshte sign in, që duhet të logohesha prap. Në momentin që e pash që thoshte sign in, e tentova dhe më thoshte që passwordi është i gabuar, aty e kuptova direkt që ma kishin mbjedhur, direkt. Kam iku me vrap, kam gjetur emrin që ishte duke bërë ushtrime akoma. Edhe kam thënë më vodhen kanalin e YouTube-i, duhet ikim shpejt në shtëpi. Edhe erdha në shtëpi, pastaj direkt mora Rea në telefon. Fola, më sugjeroi Rea se ku duhet shkruaja, çfarë duhet bëja, madje rrugës duke ardhur me motor. Kam hapur një adresë, një account në Twitter, X që quhet tani, që t'i shkruaja YouTube-it se kisha parë videon e Reas, po gjithsesi doja të më thoshte, më seronte pak të mudëzonte kështu në telefon. Edhe më shkruajti, më dërgoi screenshot edhe atë që kishte shkruar dhe ajo. Tani ata më kthyen një përgjigje mua të shpejt. Me atë përgjigje që ata kthyen unë nuk bëra dot gjë, jam duke pritur tani të më kthejnë mesazhe të tjera, emaile të tjera. Po shpresoj që kanalin ta marr mbrapsht edhe të vazhdoj të hedh video të tjera sepse ishte, domethënë, këtë vitun e kisha ndar mendin që do t'jepja shumë energji dhe shumë përkushtim kanalit edhe doja të arrisja akoma më shumë. Tani nuk e di se çfarë do ndodh. Gjithsesi, ja ku jemi. The next day. Well, është dita e dytë, kanë kaluar më shumë se 24 orë që nga momenti që mua më morën kanalin. Nuk kemi absolutisht asnjë të re. Do e bëj kështu, po u rregullua kanali, do e postoj këtë video, po s'u rregullua punë e madhe fort. Do hap kanal tjetër, do e postoj atje. Sa e frikshme më duket kjo. Të hap kanal tjetër edhe të filloj nga fillimi, nga zeroja. O zoti i madh. Nëse mos ta mendoj, mos të japim energji asaj gjëje. Po thoja, ka kaluar më shumë se 24 orë. Ka marrë dje një përgjigje nga Team YouTube në X, Twitter, quajeni si doni. Më shkruajtë në mesazhe dhe më thanë më dërgo një adresë emaili ku ne të dërgojmë një email me një formular, nuk e di se çfarë duhet të plotsoj, edhe të vazhdojmë të procedojmë. Ja kam dërguar, madje më shkruajtë në orën 12 të natës,
Kam qenë gjatë gjithë natës, shiko mesazhe, se mos më kishin dëgjuar, nuk kishin dëgjuar asgjë tjetër. Pastaj gjithë dita sot prap kontrolloj X-in, kontrolloj Gmailin, të gjitha me radhë. Kam bllokuar llogaritë bankare sepse kisha të lidhur me PayPalin. Madje duhet t'i ndryshoj edhe pasuardin PayPalit, më duket, ja ndryshova se mbaj më të mirë. Ndryshova gjithë pasuardet e adresave të emailit që kisha. Çfarë bëra tjetër? Asgjë, po pres tani. Jam në pritje. Fola dhe me Adisën sot, më tha mos u shqetëso, se do ta rikthesh kanalin, mos e vrit mendjen fare. Po duke qenë se këta s'po më kthejnë përgjigje fare, po më fut shumë në stres kjo situata. Nuk e di se si do ja bëjmë. Të bëj durim, vetëm kjo më ka ngelur. Asgjë tjetër. Kështu që presim. Faleminderit sa më kanë shkruar. Martina është e vetmja që më shkruan her pas here dhe më pyet, si u be, qa ndodhi, kemi ndonjë të re apo jo, do me thënë gjatë gjithë ditës mund të më shkruaj 5 herë, ndoshta edhe më shumë. Edhe e falenderoj Martinkën nga zemra. Më bëhet shumë qefi që e kam njohur, e kam një jetën time. Edhe më në fund pas 5 vitesh njohje me Martinën u takuam kur isha në Korçë. Nëse se po shpërshëndrojmë tash nga situata. Kjo është situata e tanishme e kanalit. Do të shihemi nesër ndoshta për të bërë update-in e radhës. Kur të kemi ndonjë të re, nuk e di. 24 hours later. Hello nga dita e tretë e kanalit tim të vjedhur, që nuk duket asgjë kundi. Nuk kemi absolutisht asgjë të re, por një shoqja ime më sugjeroi që të shkoja tek policia, të bëja një kallëzim, një denoncim, sepse këtu në Shqipëri, me sa duket pas kemi polici kibernetike. Shoqes time, Akit, që ju e njihni, një të afërmes së saj, një personi do me thënë që ajo nje, i kishin vjedhur në Instagramin dhe ajo kishte shkuar te policia kibernetike për ta rikthyer dhe i kishte marrë Instagramin mbrapsht. Unë sot fola në telefon me policin, i shpjegova që më është vjedhur kanali YouTube-it, do më thënë adresa e Gmailit edhe këto më janë ndryshuar të gjitha, edhe më thanë që duhet të vish të bësh denoncim fizikisht, që të vendosësh të dhënat e tua çfarë duhet, edhe pastaj merremi ne me këtë punë, e pyeta në qoftë se kishte, në qoftë se duhet të paguaja diçka apo jo, më thanë që nuk është nevoja për asnjë lloj pagese. Kështu që nesër në mëngjes mora leje për të shkuar direkt tek policia që ndodhej andete afër Brylit, edhe të shikojmë se çfarë do ndodh. Nuk e kam iden fare se çfarë do bëhet, si qysh tek, por më tha që është mirë të vish paradite. Në fakt ata deri në orën 4 punonin, kështu që sido që ti ishte duhet të merja lejë nga puna për të shkuar. The next day. Përshëndetje. Ndoshta mund ta kuptoni që kemi të reja, përderisa unë jam duke qeshur te kjo ditë, është e njëjte, është dita e 4 e kanalit tim të vjedhur. Dhe unë sot mëngjes shkova tek policia kibernetike për të bërë një denoncim. Atje fola me dikë, nuk e di në qoftë se ishte polica i djali apo IT apo nuk e di se çfarë ishte, se nuk e pyeta, të them të drejtën. Më pyeti për gjithë ngjarjet, çfarë ka ndodhur, si ta morën, më mori adresën e emailit, më mori të gjitha screenshotet që kisha të emaileve, të kanalit që kishte dalë, do më thënë kisha bërsa screenshot-e unë që ti kisha për çdo rast, edhe i shkruajti Gmailit dhe YouTube-it, në mos gaboj, këtyre të dyve. Tani më tham që në Shqipëri, ose më sakt, Ballkani nuk është se merret shumë parasysh nga YouTube-i dhe nga Google-i. Për shembull me Metën, më tha, me Facebook-un, me me Instagramin, e kemi marrëdhënien të drejtë për drejtë dhe kemi një urlidhse dhe një kanal komunikimi të drejtë për drejtë, tha. Kurse me këto dy të tjerat nuk kemi asgjë dhe nuk kanë interes që të merret me Ballkanin, YouTube-i dhe Google-i me sa duket. Gjithsesi, tha, ne do bëjmë një përpjekje, kemi patur para ca koshta një rast tjetër, të ngjashëm, jo fiksi joti, tha. Dhe e zgjidhi problemin një kolegu jon, po kolegu jon ka ikur në Japoni, tha, për të bërë një trajnim, edhe duhet të gjejmë orarin e përshtatshëm për të komunikuar me ata. Dhe kështu, atë i thash, vdekjen e dija, po që do vija në polici, në komisariat, që të bëja denoncim për YouTube-in, nuk e prisa gjallë në botë. Pastaj, ndërkohë që isha në punë, ku më shkruajtë mua ata? Më ktheu përgjigje YouTube-i! Më ktheu përgjigje YouTube-i në X, më në fund, më kanë shkruajtur në orën... E thot orën me? Info. Më kanë shkruajtur në orën 12:22.
Më thënë unë orën 10:35 u ktheva në punë, 12:22 më kanë shkruar këta, dhe më thënë, duke qenë se ke akses te kjo adresa tjetër që ja u mundësova unë, po të dërgoj një formular të plotësosh të dhenat. Tani, disa nga ato të dhena unë nuk i kam, sepse janë të dhena që gjenden kur futesh tek adresa e-mailit, kur futesh tek adresa e AdSense-it dhe kur futesh tek kanali YouTube-it. Gjithsesi bëra ca shumë marifet ka të vockla edhe plotova formularin se nëse nuk kroja këto, nuk kaloja dot, nuk bëja dot atë mbylljen e formularit, aplikimin edhe dërgimin e tij. Tani supozoj që brenda një dite, se kështu kanë thënë këta tek mesazhi, support specialists will contact you within 1 business day. Domethënë specialistët e suportit do të kontaktojnë brenda një dite pune. Që i bie nesër besoj nga ora 12:30 pres mesazh prap. Jam të çliruar pak të them të drejtën se u bën 4 ditë pa kanalin edhe mua më duket sikur sa më shumë ditë kalojnë aq më keq i bën kanalit, më duket sikur do i fshin videot, më duket sikur do i heqin subscribersat, viewsat, më duket sikur do i shkatrojnë fare. Kështu më duket. Por gjëja e mirë që më tha edhe Adisa edhe Reja është që në momentin që unë ju shkruajta këtyre në X, direkt ata e mbyllën kanalin, sepse kanali u zhduk, kur mund t'jetë zhdukur nga ora 7:30 diçka e tillë, kisha bërë një screenshot të fundit unë, edhe pastaj kanali iku, nuk figuronte me asgjë kundi. Kështu, domethënë është gjë e mirë sepse e bllokojnë që të mos bëhet asnjë lloj ndryshimi dhe budalliku. Tani presim ditën e nesme, mos kemi ndonjë gjë të re, edhe unë dua që këtë video ta postoj, po dua që ta postoj te kanali Danja's Channel, nuk dua që ta postoj te ndonjë kanal tjetër, sepse është shumë e thjeshtë të thuash hap një kanal të ri, por është shumë e vështirë që atë kanalin e ri ta ngresh, ta arrish ato ndjekësit, ato shikimet që ke patur deri më sot. Edhe kjo të them të drejtën më trem, pavarësisht se një zë brenda vetes më thotë që edhe në qoftë se nuk kthehet kanali tjetër, dhe detyrohem që të hap një kanal të ri, domethënë, do e ngrej akoma dhe më shumë se ky që kisha. Por të shpresojmë që të ngrejmë këtë që kemi, Danja's Channel, right? 2 days later. Hello, jemi ditë e diel, ka kaluar 6 ditë, sepse nesër bëhet një javë që kanali është vjedhur. Kemi patur disa përmirësime. Më ka ardhur dje në drek emaili këtë radhë nga YouTube-i dhe plotësova ato formulare që kishe për të plotësuar, bëra edhe një tentativë tjetër për ta rimarrë vetë accountin edhe nuk e rimora dot. Kështu që do ndërhyjë YouTube-i vetë për ta sjell mbrapsht. Gjithashtu më thanë që adresa e emailit është bllokuar, që të mos bëhet asgjë tjetër me atë adresë emaili, dhe po pres tani të reja nga YouTube-i, po pres email tjetër që të më shpjegojnë se çfarë duhet të bëj më tej. Gjithashtu unë ditën e premte fola me një shok që kam patur në 9-vjeçare me Kriston, që e përshëndes nëse më shikon videot. Dhe më tha që ka një shokun e vet që punon te Google-i dhe do i thoshte atij për ta përshpejtuar gjën. Nuk është se do bënte ndonjë gjë ekstra, ndonjë gjë kush e di se çfarë domethënë. Nuk është se do ma kthente sot, por tha, duke qenë se ka radhë për personat që u kanë mbledhur kanalet, do mundohet që ty të sjell pak më afër tek radha ku ti je, tha. Tani ka ndikuar fakti që ai mund të ketë folur me atë shokun e vet, mbas se s'ka ndikuar nuk e di, por dje erdhi emaili më në fund edhe jam shumë e lumtur dhe jam shumë e qetë dhe ai më siguroi që kanalin do e marrësh dhe më tha që do e marrësh në gjendjen që ishte përpara se të hakoj, përpara se të vidhej. Kështu që mos ki merak, tha, edhe nëse të jamshi video subscribers, më the të thash, do të rikthejt në gjendjen siç e le. Këto janë të rejat e kësaj jave. The next day. Hello nga dita e 7 dhe nga përjavorja e vjedhjes së kanalit tim, domethënë si sot java u mor kanali. Më ndjeni që jam duke hekurosur, ndërkohë që ju flas. Sot më në fund arrita të marr adresën time të Gmailit mbrapsht. Edhe së shpejti do të rikthehet dhe YouTube-i, do kthehet edhe kanali. Por Gmaili ishte ai kryesori sepse Gmaili u vo. Kështu që për momentin kemi vetëm një fitore.
Do të shihemi ditën tjetër kur të kemi edhe fitoren e radhës dhe fitoren më të madhe, fitoren e luftës, jo të betejës. 2 days later. Data 4 shkurt sot dhe unë orën 2:20 kam marrë mbrapsht kanalin tim, do me thënë YouTube i marrë i ktheu mbrapsht kanalin tim, kaq të dashur edhe që kisha me kaq merak. Isha duke folur në telefon dhe po ndjeja që po më vinin disa mesazhe që në fakt ishin mesazhet e Emres dhe pasi mbarova telefonatën, ula tek posti i punës dhe po shikoja, do më thënë, po hapja për të parë se çfarë më kishte shkruar Emreja në WhatsApp. Vetëm kur shikoj të gjitha ato njoftimet që lexonin në copyright issues found, që janë njoftime që mua më vinë pasi kam postuar një video edhe nuk ka asnjë lloj copyrighti nga muzika apo nga ndonjë gjë tjetër. Do më thënë, nuk më ndalojnë për të fituar lek nga ajo video. Dhe në momentin që e pash atë dhe pash që ishin me shumicë dhe po bëja scroll dhe vetëm po shikoja ato, isha kaq e lumtur, nuk ja u shpjegoj dot, fillova po qaja. Ja kam treguar Telmës, koleges time kështu me telefon, dhe shiko çfarë ndodhi. Edhe ajo tha, "E more?" I thash unë, "Po." Dhe fillova po bëja kështu, fillova po qaja. Ajo pastaj më përqafoi, pastaj po më pyesin dhe koleget e tjera se më pa që po qura vitesha normale. Nuk e keni iden se çfarë lloj ndjesie është që të rikthehet shtëpia jote mbrapsht. Është një nga momentet më të bukura, nuk kam për të haruar kur këtë datë, 4 shkurt 2026. Është rikthyer kanali pas 7-8-9 ditësh. Pas 9 ditësh fiks, do më thënë u mor javën e kaluar të hënë dhe u rikthye këtë javë të mërkur. Nuk e di. Jam shumë e lumtur që jam rikthyer edhe jam shumë e lumtur që ju po e shikoni këtë video dhe që do shikoni dhe video të tjera në vazhdim. Tani, unë gjithmonë shikoj se kush më bën subscribe, sa persona, sa përqind do të thënë të shikuesve të mi nuk janë apo janë subscribe. Dhe shikoj që shumica nuk janë subscribed, nuk janë djegësit e mi oficial. Do me thënë kështu me letra, me dokumenta. I shikoni videot e mia, po nuk bëni subscribe, nuk e di pse. Do doja shumë që ta shtypni atë butonin që të më ndihmoni, edhe sidomos pas kësaj që ndodhi me kanalin, që të rikthehemi fuqishëm, që të kemi sa më shumë familje të madhe, edhe të shihemi në video sa më të bukura. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, share, comments, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale si TikTok dhe në Instagram dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!